Në enverët e deri 99 nuk e kena kuptu konceptin e një shtetit që është i formuar diçka tjetër jashta etnike. Është konë shumë normale më shku në Itali, e në Turqi, e në Greqi, e në për shtete tjera, e veç me gjetë vendas, e mos me gjetë kërkën tjetër. Është konë shumë normale me pas shtete e kombe që vetëm jënë bazun etnik. Ama sot faktikisht ekzistojnë 4 lloj kombe. Kombi i parë është kombi që e njohim në tonë, kombi bazë etnike. Kombi i dytë është për shembull kombi i judaizmit. Kur dikush thotë unë jam antar e judaizmit, na nuk e kujtojmë as një shtet, as një etnik, po një fe. E treta është kombi në bazë shtete. Për shembull, SBA-ja edhe Zvicra nuk janë fare çfarë etnike e ki. Edhe përse tonë janë shtete multietnike. Bili Kanada me mënyrë publike e refuzon nacionalizmin bazë etnike, thujase është ilegale. E kombi 4 që ekziston është një komb që i përzin tana, që as nuk japet fort mas shtete, as fort mas etnike, as fort mas feje, po i përzin tana kapak. Cila është realiteti i shumicave shteteve të sot. Ja bën hizmetin tana kapak, po nuk identifikohen me asnjë më shumë se me tjetrën. Në balancë e shëndetshme. E arsyeja pse kanë lind 3 lloj kombe tjera me kohë është për shkak realizimit e një fakti. Ky fakt është që nuk mundesh me formu e me forcu një ekonomi të fortë në bazë etnike për afatgjatë. Nuk mundesh me ngrit popullatën kur e përjashton gjithkën tjetër jashta etnikës tonë. Sidomos prej globalizimit e pamundshme me përjashtu qjerat etnike, as në treg, as në politik, as në ekonomi. Njerëzit kanë kuptuar se i vyn diçka tjetër jashta fokusin gjakt pastër për me konkuru nivel botror. Na tonë dim që është me të përjashtu dikush në bazë fakteve budallake. Për shembull, veç se je femën, ose veç se je burr pa kushte, ose veç se je burr i vogël, ose femën e shnosh, ose i moshum, ose thjesht në bazë feje, a je musliman a katolik, ka herë është ballë për me të përjashtu dikush. Na në Kosovë e dim që është me të përjashtu dikush dhe dim se është absolutisht absurde. Se veç të kuqi ty neve në kolektiv. E ky kombi i 4 që i përfshin tana kapak është në cilën drejtim është të zhvillu Kosova. Kosova nuk është të zhvillu një këmbë në bazë etnike, se nuk bën, na jem shqiptar në fund të pranë. Na jena të formu një këmbë në bazë shteti minimum, kështu se nëse ti e ki etnikën shqiptar, mos o thot se kërkosh mund më ta marr. Ato e ki për sa që jesh gjallë, nuk ndryshon më. Ti gjithë ki me kon shqiptar, ki më vdek shqiptar. E veç se lind një këmbë i ri, kombi i Kosovës nuk ta ndron etnikën. Kultura jote është shqiptar. Tradita tua janë shqiptare. Gjua është shqip. Kjo nuk ndryshon veç se je pjesë i kombit kosovar, cili është i bazuar në shtet e jo në etni. Krejt këto sene, tradita, gjua, kultura janë diçka tepër të bukur. Nuk është nevoja me zhdu shqiptarin që e kin vete për me kon antar i kombit kosovar. Nuk është nevoja, edhe s'është e mundshme. Kombi kosovar është i bazuar në shtet. Do të thonë çdo kush që jeton në Kosovë mundet me thon vetit kosovar, se nuk është i bazuar në etnik. Tash për krejt ata nacionalistat, kjo do të thonë se oh my god, edhe serbe, roma, ashkalie, turki mund të më thon vetit kosovar. Sipas teorie po, çdo kush që jeton në Kosovë i takon me thon vetit kosovar nëse njihet kosovar. Tash për shkak të historisë na e dim se në praktik është pak më e komplikuar situata, edhe serve edhe 1-2 gjenerata s'ka me thon vetit kosovar, po mas 2 gjenerata kur lufta nuk është më aq prezente, e gjenerata e dyta e tretë nuk e mon më çaq mene, nuk është më e lidh aq emocionalisht për ta, na shta i thot vetit kosovar. Po, a sot përse është në teori aq ashiqare se çdo kush mund me thon vetit kosovar që është në Kosovë, në praktik është pak më e komplikuar. Edhe një herë, identiteti kosovar është i bazuar në shtet. Do të thonë kjo e normalizon se gjithkush në Kosovë mundet me thon vetit kosovar nëse njihet kosovar. Kjo nuk i përfshin veç minoritetet, po edhe njerëz që vendosen me u bajtë me jetu në Kosovë, edhe foreigners, që vjen edhe njerëz pe jashtë, kinez, ka amerikan, ka tëllë farloj njerëz afrikan që jetojnë në Kosovë. Edhe ata dikur mund me thon vetit kosovar budasht. Që thash edhe më herët, as Zvicra, as Kanada, as Amerika nuk jaunin për etnik, janë kombe bazuar në shtet, e jo në etnik. Për që ata e kanë ekonominë shumë më mirë se na, se nuk e përjashtojnë kërkan, po e pranojnë çdo kan që kontribon diçka në shtet. Në çat momente që ti kontribon diçka dhe nihesh si pjesë e kolektivit e kombit, mundesh me thon vetit zvicran, mundesh me thon vetit kanadez, mundesh me thon vetit amerikan, nëse nihesh si antar i kombit. Vetëm principi e gjakut pastër u kry me çat ditë se janë liberalizu vizat. Harrone se ka më pas gjakt pastër shqiptar edhe një 2-3 gjenerata. Ka më kon diçka shumë i rrallë. Pa si edhe në Gjermani në fund të me në shqipte tjera. Ka Amerikan, po
trall. Ani na jena vish 2 milion, hajt në Kosovë, okay, kena më zhduke dhe pak më shpejt. Nashta. Edhe kjo nuk është tradhti e identitetit tonë, e gjakut pastër tonë, e ADN-s tonë, po është zhvillim e avancim shumë natyrale e shumë i shëndetshëm për afat gjatë. Nëse qëllimi jonë është më qëndrua dhe 50 gjenerata, na s'kem çare pa adaptu, pa avancu. Zdia ka në shtet, bashkë do ka me këshyrë, që ka mbeti e për homogen, po ka avancu e ka arrit shumë nivel botror. E di që japonezët janë shumë homogen, po edhe dijen se janë se shumë rasista. Qetërkohë që është ti e për homogen, gati më duket 100% është North Korea. Po tash po dia do të më morr mësim çatë. Po më duket këtë jem dakord që ju. E vetmja sen që e garanton një tardhme më të mirë është mundësia edhe gatshmëria për adaptim. Si në politikë, si në ekonomi, po edhe në sjellje sociale, që sillem na me njëri tjetrin. Domethënë zhvillimi i shoqënisë. E realiteti sot për sot është se na Kosova e kena kombin ton. Kosova e ndërton futurën e vet, larg prej Shqipërisë, e prej shqiptarisë të molla. Kosova duhet më konë fokusi më i madh i jetës tonë, fokusi i vetvetes, qendra e jetës tonë. Pyete veten veç një sen. Nëse na në vitin 2026 ende menojmë se na konvenon me u fokusu në etnik, çka sakt jam të mbrojt, shkafit po ju tutna që pe hupe. Kujna për shërbej une tu e një kombin në bazë etnike. Kanë për shërbej. Se më vetë mu, 4 pikë në këtë debat janë shumë ashiqare. Pika 1. Ti nuk jetë e shërby Kosovën, e as të mirën të Kosovës. Kur gjithka ka shkon ti e përmend Shqipërinë e madhe, e bën flamurin, i thuje shqiptar, nuk jetë i shërby Kosovës. Faktikisht jetë e dëmtu Kosovën, jetë e dëmtu identitetin ton, ekzistencën ton. Pika e 2, pa e ditë heq, ti jetë e izolu vetveten në mënyrë globale. Kur kujt nuk e intereson çfarë etnike e ki. Tu mirë non-stop me etnik e tu e largu vetveten pe gjithë shkafit tjetër, jashtë etnike. Nashta edhe pe gjithë shkafit e gjithë kujt që nuk pajtohet me mendimet tua nacionaliste. Zot me një dhe njëherë komentin e gjakut pastër mund plas ka pako. Okay. Pika e 3 është e pamundshme me u integru në mënyrë ndërkombëtare me shtete tjera e me shtetas tjerë, se tash na kërka nuk jetojmë po nuk ka njerëz të jashtet, okay? Si më shku në Gjermani, Zvicër, në Austri, s'ki qarë po ballafaqu me njerëz me preardhje tjetër. Jetja veshtërsu vetvetes tepër adaptimin në jetën normale. Se ki me pas dorë për sa që është gjallë, me pranu edhe njerëz tjerë në jetën tone. Kjo tani del problem edhe në punë, në rrjete sociale, ani në punë, hiç se hiç pranohen veprat rasiste. Hiç se hiç. A din sa mundësia në shkallë të karrierës të ja prish vetet me mendime në këtë drejtim. Tash ti nashta mund është më thonë, o s'du më integru në rrethin tam, nuk është nevoja unë më adaptu në tjerë. Në qatë moment, se ti përfiton prej ekonomisë të Kosovës, që s'mund është më adaptu, se ti ju përfitu për njerëzve tjerë që janë integru. Pse s'integruesh edhe ti? Pse s'adaptuesh edhe ti? Unë s'po tham, ftua dikon të jashtit në shpitale, po pse me urrejt dikon jashta etnikës tonë? Pse me përjashtu minoritetet tjera? E mos më thuj si përjashton, se e përjashtonin non-stop. Kështu se mos e raj bili veten, që ato bili mos jaman. E pika e 4, cila mu personalisht në pengon mas shumëti, është shuma e energjisë që e hargjën mas urrejtjes ndaj njerëzve tjerë jashta etnikës tonë. E tash mos më thuj se nuk e urrejnë se sa urrejtja, sa agresiviteti, sa fort përdoret nacionalizmi shqiptarve kundër tjerëve, se kum po kërkon. S'di pse qit një vete një pozit ku ka më të duft non-stop me luftu kundër tjerëve në vend se më fokus që është më ndërtu diçka më të mirë, më të madhe për të ardhmen tonë e me bashkëpunu me tjera etnika për një më të mirë në të ardhmen. Në vend se që është me izolu vetveten veç me etnikën tonë me gjak të pastër. Spekuptoj, është shumë ma shumë energji se të vynë me izolu vetveten se me bashkëpunu me dikan. Pika e 4 mu mas shumë të impengat. Se ja bojmë jetën vetit zë, pa pas nevojë. E tash mos më thuj se s'është e vërtet se kur shkojsh në TikTok, në Instagram, në për platforma tjera me lexu komentet, thuti nuk ka popull që është më i përmbush me urrejtje se shqiptare. Marrët vjen me lexu do komente, marrë. Pse ja fal urrejtjen tjerëve qaq let, në vend se me mor gjithat energjie me fokusu ndaj vetvetes, ndaj të mirës tonë, të kolektiv të Kosovës, të Kosovës. Shumë ma mirë ta gjithë, shumë ma mirë. Qëra, unë e kuptoj se është shumë zërë me pranu identitetin e ri. Është zërë se identiteti juën që tash i Kosovarit ka lind prej etnikës, për cilën kanë luftu në luft, e kanë jap shpirt shumë burra shqiptar. Unë e kuptoj, kjo është fakt, nuk mund është me mohu. Është fakt se kanë det njerëz për kombin ton, për shtetin ton, për popullatën ton, për tokën ton. Po unë s'po tham me harru prejardhjen, ose luften, ose të kalumen gjenerata
generalisht a historinë tonë. Unë po them, me ndëru sakrificën e burrave prej lufte e mas, e me ndërtu një futur edhe më të mirë se nashta as ata nuk që kës kanë mujt me pramenu ku ka më arrit Kosova 2026 e mos me u këqit vetveten në kalumen e nostalgji, po si kolektiv më kfjell e mi bodo vendosje më të mira për të ardhmen tonë, si kolektiv, si shtet, si popull. Kërhem doket se shumë për juve hala se kanë realizu se lufta o kry moti. Edhe përsa aty kanë politik gajbon, që shqipjen shqip gajbon. Është normal se mas lufte shtetet aty hala unë pak. Po me këqyr nëse pa faqësi nëse është fjallë, na e kena arrit paqe, na e kena një ekonomi që lullzon, shumë ma mirë se para 5 vite. Na e kena një reni që mundet me edukue se nalë kërkosh. Na mujna mu levize mu shetit, na e kena arrit paqen. Një pikë, se s'na nalë mu kërkosh mu zhvillu qish kem qef. E sa për politik, ka kush mirët me politik, ushtarë tonë e kanë dash të mirën për neve. E na ja kena bërë që më ndërtu diçka edhe ma të mirë. Që ka thonë baba jam, unë ju kom pru dhe që të, tash ju e keni obligim mu ma kalu edhe mu arrit edhe ma shumë se sa kom arrit one. Mu më vetë mu ja kem bërq ushtarve, u që kës, mu ndërtu edhe ma shumë, e mos mu ka për të kalu. Po mja dit edhe mu ndërtu diçka ma nalt. Këtë e krahason Kosovën me shtete qira pas lufte, na jena shembull botror, ma i mirë për avancimin prej pas lufte drejt sovraniteti, se halos kem arrit që aty, po pak para sovranitetit jem botror, na jem shembuj ma i mirë botror. S'po di që s'doni me ndërtu qatë shembuj. Unë e di se ti ki qef me pa Kosovën mirë, po kur ki qef me pa dikën a diçkafin mirë, nuk mundesh mja përmend kalume non stop, ka po realitet, po realitetin i sotit. E realiteti i sot është, na e kem kombin tonë. Nashta te ende nuk je e sigurt sa një është kosovar e sa një është shqiptar. Cila është absolutisht normale. Është normale më konë pak në dëshem e mos më konë e sigur. Se është diçka e re. Unë e kam kriju një kviz në faqen kosovospulse.com, do më thonë pulsi i Kosovës, ku mundesh me bo një kviz për me koptu vetveten pak ma mirë, identitetin tënë kosovar a shqiptar pak ma mirë. Edhe nuk zgat ma shumë se përderisa të pish një kafe. E këtu nuk ka përgjigje të mira të këqija. Është thjesht realiteti jëtë si individ. Edhe pyetësori është absolutisht anonim, do më thonë kërkosh nuk e din çka përgjigjes, ç'është rezultati jetë veç ti. E nda që me nda rezultatin tënë me dikan, mos haro mja bo screenshot në fund. Hajde bëma një follow, mos me hub as një video të radhës.